Unë dua të shpreh një shqetësim të thellë, serioz dhe urgjent në fakt për çfarë po ndodh edhe në këtë moment, edhe dje dhe pardje, edhe 5 ditë përpara në Greqi. Vazhdojnë të vinë indicie, informacione që në ato që quhen qendra të shërbimeve postare që zakonisht janë lokale të lojrave të fatit, njerëz të pa identifikuar, pa i kërku identifikimin e tyre, marrin jo 1, por edhe 10, edhe 20, edhe 50, edhe 100 zarfa votimit dhe i kthejnë në këto lokale, pa vendosur firmën e tyre dhe pa dorëzu shenjën e identifikimit të tyre. Nëse një vot hidhet në një lokal të lojrave të fatit dhe në të njëjtën kohë, në errësirë, pa identifikim dhe pa firmë të personit që i merr, sigurisht që kjo nuk është një vot që mund të vlerësohet. Nuk jemi thjesht në kushtet e shkeljeve ligjore, kur ky fenomen nuk është më një zonë vetëm të veçantë, por është përndarë në të gjithë territorin, në të gjitha lokalet e lojrave të fatit, sigurisht që kjo ka emrin manipulim të procesit zgjedhor në Greqi.